Çfarë është kombi? Kombi është përkthimi politik i ndërgjegjes etnike, i ndërgjegjes së bashkësisë. Pra ne jemi bashk dhe duke qenë bashk ne ndërtojmë bashk një shtet. Te grekët kjo nuk ishte, te grekët e lashtë. Zakonisht ne flasim për ne, për veten ton, edhe kur i referohemi arbërve në mesjet, për shembull, i lirëve në lashtësi. Pa e marrë shumë parasysh nëse ata kishin apo jo këtë lloj ndjeshmërie apo ndërgjegjësimi për veten e tyre, dhe e transferojmë këtë ne në kohë, pa u shqetësuar shumë se sa kjo ne ndryshon gjatë kohës. Është tipike për një ndjesi kombëtare. Dhe një gjë të ta sjell me shembull. Grekët e vjetër kemi dëshmi të sotme që na thon fare mirë që ishin të ndërgjegjshëm, që mes një banori në Athinë dhe një banori në Spartë, për shembull, apo në Teb, ka diçka të ngjashme. Ka diçka që i bashkon më shumë se sa i ndan. Pra, grekët e vjetër ishin të paktën në nivel elitash kulturore, mund të themi me plot bindje që ata ishin të ndërgjegjshëm për atë që mund ta quajmë identitet etnik. Por kjo nuk përkthehej në vendimarrje politike, nuk përkthehet në identitet politik. Çfarë është kombi? Kombi është përkthimi politik i ndërgjegjes etnike, i ndërgjegjes së bashkësisë. Pra ne jemi bashk dhe duke qenë bashk ne ndërtojmë bashk një shtet. Te grekët kjo nuk ishte, te grekët e lashtë.